Dhe kush i kalon këto sprova dhe është i qëndrueshëm në këto sprova, ai shpërblehet nga ana Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu i lartësuar: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Thot Allahu i lartësuar, dhe ne prej tyre bënëm imama. Prej kujt? Prej besimtarve. Thot Allahu subhanahu wa taala, dhe ne prej një grupit besimtarve bënëm e imme, imama, udhëheqës, jehdune bi emrina, të cilët i udhëzojnë njerëzit e tjerë me lejen tonë, me caktimin tonë. Mirë po, kur janë bërë njerëzit udhëheqës dhe kur i ka bërë Allahu subhanahu wa taala sebeb që t'u mësojnë të tjerëve fen dhe ti udhëzojnë ata në rrugën e drejtë, lemma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Atëherë kur bënën sabër dhe ishin bindur për argumentet tona. Do të thonë ishin të qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala, në aspektin e jashtëm dhe në aspektin e brendshëm. Sabaru do të thonë në aspektin e jashtëm, bënën durim. Në çka bënën durim? Bënën durim në respektimin e urdhrave dhe në largimin prej ndalesave. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dhe ishin të bindur në argumentet tona, do të thonë në aspektin e brendshëm. Ishin qëndrueshëm haptazi dhe ishin qëndrueshëm në zemrat e tyre. Në zemrat e tyre. Nuk kishin pra lëkundje në zemrat e tyre. Nuk kishin vezvese, nuk kishin dyshime për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe njeriu kur të arrijë kulmin në këto dy gjëra, e arrin kulmin në imamllëk, në udhëheqësi. Dhe njeriu ka përqindje në udhëheqësi, do të thonë tek muslimanët, aq sa ka përqindje në këto dy gjëra. Kur ta shohësh se ndonjërin prej njerëzve Allahu subhanahu wa taala e ka ngritur, e ka bo imam, si që është Imam Ahmedi, Imam Shafiu, Ebu Hanifja, Maliku, Sufjan e Thauri, Euzai, e kështu me radhë, Abdullah ibn Mubarak, dhe shumë dietar dhe yje ndriçues nga umeti ynë, kur ta shohësh se Allahu i ka ngritur ata në këtë grad, dije se ata kanë bërë shumë sabër dhe dije se ata kanë qenë shumë të bindur në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Sepse Allahu po thot se ai i cili bën durim dhe është i bindur, nuk ka as pak lëkundje, luhatje, dyshim, atë do ta ngri dhe do ta bëj udhëheqës. Kjo pra është shpërblimi apo rezultati i përqendrimit në fenë e Allahut subhanahu wa taala.